Tre ekspert amerikan me ndikim të fuqishëm në politikën amerikane u përgjigjën me po dhe njëri më shumë po se jo, pyetje se a e shohin kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si pengesë në proceset amerikane në Ballkanin Perëndimor. Do State Department career bureaucrats view Prime Minister Kurti as an obstructionist? Yes. More so than not. Yes. Kjo tha në seancën e Komitetit për Punët e Jashtme në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s me temën një rrugë drejt stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. E në këtë seancë ku Kurti u konsiderua si pengesë, u përkrahën dy procese jetike për Kosovën që lidhen me Serbinë, për të cilat do të flas pak më vonë, por fillimisht. Kush janë tre amerikanët që e cilësuan Kurtin pengues të proceseve? Ata konsiderohen si tre nga zërat me mendikim të politikës së jashtme amerikane për Ballkanin: Edward Joseph, Luke Coffey dhe Max Primorak. Po e filloj me Edward Joseph. Joseph aktualisht është profesor dhe analist i lartë në John Hopkins University School of Advanced International Studies. Ai ishte zëvendës shef i misionit të OSBE-s në Kosovë. Ka më shumë se 25 vite përvoj pune në Ballkan, Kosovë, Bosnjë, Kroaci, Maqedoni dhe në Shqipëri. Ka punuar në disa misione të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe NATO-s në Ballkan. Ka qenë këshilltar i Departamentit Amerikan të Shtetit në disa misione ndërkombëtare, por nuk është pjesë e tij aktualisht. Roli i tij është të jap analiza para Kongresit dhe institucioneve amerikane për çështjet gjeopolitike dhe Ballkanin Perëndimor dhe ftohet shpesh sepse posedon njohje të thellë për krizat në Ballkan. Luke Coffey. Coffey aktualisht është drejtor për Evropën dhe Rusi në Hudson Institute. Ish drejtor i politikës së jashtme në Heritage Foundation, një nga institutet më me ndikim konservatore në SBA. Ish këshilltar special në qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, ekspert i NATO-s, sigurisë transatlantike dhe politikës amerikane ndaj Evropës lindore. Coffey ftohet rregullisht në Senat sepse ka peshë të madhe në formësimin e politikës amerikane për sigurinë në Evropë dhe Ballkan. Max Primorak, zëvendës president dhe drejtor i lartë për zhvillim ndërkombëtar në Hudson Institute, ish drejtor në USAID gjatë administratës Trump. Ai ka drejtuar programe të rindërtimit dhe sigurisë në Irak e zona të tjera të krizës, njohës i thellë i politikave të SBA-s në Ballkan, lindjen e mesme dhe zonat e konfliktit. Primorak thirrët sepse vjen nga përvojat e rrenit dhe operacioneve reale të sigurisë dhe zhvillimit. Pse i thërret Senati SBA-s kaq shpesh këta tre emra? Sepse janë tre nga zërat më autoritativ, më të pavarur dhe më të besuar për Ballkanin në skenën amerikane, ekspert që japin analiza të sinqerta, të drejtpërdrejta dhe jo të filtruara nga burokracia diplomatike. Kongresi i fton kur ka nevojë për vlerësime serioze, të pakontrolluara dhe strategjike për rajonin. Por çfarë u diskutua tjetër në Senat për Kosovën përveç kësaj pjese për kryeministrin Kurti? Aty, siç e thash edhe më lart, nga tre emrat e përfolur deri më tash u përkrahën dy nisma jetike për Kosovën. U kërkua përkrahja e publikimit të një raporti të deklasifikuar për sulmin e Banjskës dhe vrasjen e policit Afrim Bunjaku, por edhe rolin që Serbia kishte në këtë sulm. Pra të tre ekspertët amerikan u përgjigjen me po. Ekspertët po ashtu mbështetën edhe rritjen e presionit të SBA-s ndaj Serbisë që të mos e pengoj Kosovën në integrimin ndërkombëtar.